krejt këto aktivitete janë pjesë të festimit të datëlindjes së Gjergj Kastriotit për të kujtuar, për të lartësuar figurën e kryeheroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti. Në krahasim me vitin e kaluar, presim një pjesëmarrje shumë masive dhe e veçanta e kësaj feste është se do kemë musafir jashtë Kosove, jashtë Shqipërisë. Këta luftat për liri që populli shqiptar i ka bë nën flamurin e Gjergj Kastriotit dhe pesha dhe rëndësia e kryeheroit tonë kombëtar është e pakontestueshme për kombin tonë. Mendoj që do jetë një festë gjithë popullore, ku do ketë koncert festiv, do ketë ekspozitë artit pamor, simpozium shkencor. Krejt këto aktivitete janë pjesë të festimit të datëlindjes së Gjergj Kastriotit për të kujtuar, për të lartësuar figurën e kryeheroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti. Festimi i datëlindjes fillon me simpoziumin shkencor në Institutin Albanologjik, ku do marrin pjesë historianë nga të gjitha trevat shqiptare. Në ora 12 do kemi ekspozitën e artit pamor në sheshin Nën Tereza, ku do marrin pjesë 10 artistë nga krejt hapësira shqiptare në punimet e tyre artistike, natyrisht që do i dedikohen kryeheroit tonë kombëtar. Në ora 13 fillon programi për fëmijë, e cila vazhdon do thotë në ora 14:30 me koncertin festiv, ku do marrin pjesë yjet e estradës të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe do vazhdoj pastaj mas orës 20 me grupet e të rive dhe yjet e rokut kosovar. Ajo që e bën të veçantë këtë ngjarje është edhe pjesëmarrja e arbreshve të Italisë, të cilët do marrin pjesë me një shoqëri kulturore, e cila do thotë, pos që do performoj në skenë, do ketë edhe defilim me grupe tjera artistike edhe në sheshet e Prishtinës. Në krahasim me vitin e kaluar, presim një pjesëmarrje shumë masive dhe e veçanta e kësaj feste është se do kemë musafir jashtë Kosove, jashtë Shqipërisë, do kemë arbresh, do kemë musafir nga Austria, nga Turqia, do thotë përfaqësues të shoqatës Vatra, do kemë arbreshti Mosta Përsëris, do kemë nga Gjermania dhe do kemë musafir të ndryrë të shumt, si dhe grupe artistike dhe shoqata të ndryshme nga Shqipëria, Maqedonia, Mali. Ne i kemë 3 figura të pakontestueshme në historinë kombëtare. E kemë Gjergj Kastriotin, e kemë Nën Terezën edhe Adem Jasharin. Në pyetjen tuaj, pse ka më rëndësi do thotë që ne ta kujtojmë dhe ta festojmë datëlindjen e Gjergj Kastriotit, sepse Gjergj Kastrioti është ati themeltar i kombit tonë. Të gjitha luftat për liri që populli shqiptar i ka bë nën flamurin e Gjergj Kastriotit dhe pesha dhe rëndësia e kryeheroit tonë kombëtar është e pakontestueshme për kombin tonë.